Kultura të pranishëm i mbrëma, mirë se keni ardhur në ndeshjen e dytë që në finalin e turnurit. Përmes të pjesë dhe provën e Yllit. Për sfondën e Yllit, sot të paraqitet nga lojtarë. Në numër 6, Migleni, Stefanina. Në numër 0, Josh Lane. Në numër 2, Scott Pamper. Në numër 4, Graham Bass. Në numër 5, Ardin Moshi. Në numër 7, Ardin Shola. Në numër 10, Dustin Thomas. Në numër 10, Adrian Çalaku. Në numër 12, Donata Savetskis. Në numër 15, Shidron Ahmeti. Në numër 21, Elion Kastrati. Në numër 25, Tyler Smith. Trajneri i skuadrës Endrit Eshani. Skuadrën e 5, me duat ekipet e tua, sonë në prezentarin lojtare. Në numër 1, kapiteni Dardan Berisha. Në numër 0, Shadrej Muklapi. Në numër 1, Ardi Hajdari. Në numër 2, Elon Hasanaj. Në numër 4, Vadim Shosha. Në numër 7, Cesar Edwards. Në numër 51, Cecil Williams. Në numër 31, Lothar Burke. Në numër 34, Dejan Davis. Në numër 53, Dagmar Gracie. Në numër 66, Soko Nina. Trajneri i skuadrës Nina Desposi. Ndeshjen e sotme me përgjegjësinë Nadim Shahoj, Arman Bashi, Mama Çepo. Kultura të pranishëm i Kosovës, për të respektuar ekipin e Republikës së Kosovës. DTO, yeah, we back again, we going back. Just a little 10 piece.
Mi përmatin dhe ruar shikues, ju adhurues të basketbollit ju përshëndes nga palestra Karagaqi në Pej, ku do t'jemi me duelin 2 çerek final të Progredit Superligës, pa play-offit të Progredit Superligës. Peja Golden Eagle Ylli pas ndeshjes fantastike që zhvilluan në Ferran në 13 qershori, ku Golden Eagle Ylli arriti fitoren 93-82. Tashmë do t'jemi me aktin e dytë të kësaj çerek finale, ku presim të shohim se a do të përgjigjet sonte skuadra e Pejës për të barazuar serin, apo do të shkon tutje skuadra e Golden Eagle Yllit. Pa unë për më tepër kohë ju njoftoj edhe me formacionet e të dyja skuadrave, derisa Peja luan me Lapin Hajdarin, Hasanaj, Shoshrajn, Maljan, Edwards Berishën, Williams Ruth, Davis, Bracey dhe Sokol Nilën, krye me trajnerin Mihailis Kakuzis. Nga në tjetër, trajneri Andrej Telshani luan me këtë përbërje: The Grey, Bamford, Pez, Gashi, Morina, Shala, Thomas, Çalakaj, Sabeckis, Ahmeti, Rion Kastrati dhe Tyrek Smith. Po shohim që është rikthyer në formacion tashmë Rion Kastrati, megjithatë në këtë përballje të skuadra Golden Eagle Ylli do të mungon Liz Shoshi për shkak të diskualifikimit në ndeshjen e fundit dhe asaj shtyrje që bëri Logan Ruti. Po shohim edhe treshen e gjyqtarëve, teksa fillimisht ta ndjekim himnin kombëtar. Pra këtë ndeshje, do heqin tresha e gjyqtarëve nga Nim Shabani, Artan Gashi dhe Amar Gjekovic, ndërsa peshet startuese tek skuadra e Pejës po shohim Hajdari, Berisha, Ruth, Davis dhe Daquan Bracey startojnë tek Verdhezinjët, ndërsa në anën tjetër tek Ylli, trajneri Andrej Telshani starton me Bamford, Morina, Çalakaj, Sabeckis dhe Tyrek Smith. Do t'jetë një mungesë e madhe Liz Shoshi sonte tek skuadra e Golden Eagle Yllit, për faktin që e dim që janë një dyshe mjaft e rëndësishme bashkë me Tyrek Smithin tek Ferrandasit, pavarësisht që nuk pati ndonjë kontribut të madh në duelin e fundit, e kishte shënuar vetëm një pikë. Ai ditë jetë mjaft i rëndësishëm, megjithatë ai veprim që e bëri ishte i pafalshëm dhe u dënua me një ndeshje mosloj. Kur jemi tek lojtarët më të mirë të ndeshjes së parë, është Tyrek Smith pikërisht me 22 pikët e tij. Ka qenë 8-7 nga loja në duelin e parë, ndërsa i ka marrë edhe 5 kërcime edhe 2 asistime i ka bërë, ndërsa Scott Bamfordi edhe në atë ndeshje ka shkëlqyer me 21 pikët e tij, 7-5 për treshe, hyri në serin në fillim të ndeshjes prej 4 tresheve, pra, dhe e mori avantazhin për skuadrën e tij, teksa më pas, pavarësisht rivalitetit të fortë ndërmjet dy skuadrave në fund të takimit, largimi i playmakerit Bracey tek skuadra e Pejës doli të jetë vendimtar, ai u largua me 5 personale dhe ishte më i miri në fushë për skuadrën e Pejës me 22 pike, 5 asistime, ndërsa u vrejt dukshëm mungesa e tij në fund, ashtu siç e përmendi edhe trajneri Mihailis Kakuzis pak pas ndeshjes. Gjithsesi, do të shohim si do të përgjigjet skuadra e Pejës sonte. Është ndeshja më e rëndësishme e sezonit për ta. Fitoria i mban në lojë, ndërsa humbja do të thotë që do të përfundon si nori për skuadrën e Pejës dhe para publikut të vet. Do ta shohim se si do të i përgjigjen skuadrës së Golden Eagle Yllit tek Peja. Gjithashtu me pikë dyshifrore kanë luajtur edhe Logan Ruth me 12 pikë, si dhe 11 pikë i pati Dardan Berisha si edhe Musab Mala. Jemi duke pritur pasi ka probleme teknike tek Koshi dhe janë duke u munduar që
të rregullojnë sa më shpejt që tjetë e mundur. E dim që kjo ndeshje edhe u shtyje për shkak të çështjeve organizative në këtë palestër. Fillimisht ishte parapartë sakton nga ora 19:30 më pas u vendos që ka 20:30 të starton. Ndërsa jemi duke pritur që të përfundon rregullimi edhe i semaforit për të vazhduar edhe me këtë ndeshje të rëndësishme. Tashmë lojtarët po i shohim në fushë nga të dyja skuadrat. Ndërsa dueli tjetër çerek finale ndërmjet Borës dhe Sigal Prishtinës do zhvillohet nesër mbrëma. Në ndeshjen e parë skuadra e Borës arriti fitoren me rezultat të thellë 105-67, një Prishtinë përgjysmuar që nuk e ka forcën të i bën ballë tashmë as Borës. Dim që edhe në ndeshjen e fundit kampionale pra të sezonit të rregullt Prishtina pësoj thellë nga skuadra e Trepçës, teksa edhe Bora arriti të marrë fitoren me rezultat të thellë. Kështu pritet të shkon edhe ndeshja e nesërme ndërmjet Borës dhe Sigal Prishtinës, duke marrë parasysh pra rosterët. Bora është skuadër favorite absolutisht. Megjithatë, ky duel këtu në Karagaq pritet të jetë me rivalitet të madh për dallim me atë ndeshje tjetër. Përderisa lojtarët janë gati dhe duke pritur, edhe më te jemi duke pritur semaforin, ndërsa në plan të parë shohim edhe trajnerin Endrit Elshani, të cilit ja ka besuar kryesia e klubit vazhdimin e kampionatit. Nuk e së gjërat mirë me trajnerin Paco Olmos dhe ekipi Golden Eagle Yllit vendosi që të vazhdojnë me trajnerin e tyre të qytetit të tyre, Endrit Elshani, i cili me të vërtet ka pasur rezultate mjaft të mira, ndërsa do të shohim a do të arrijë të e dërgon në gjysmë finale skuadrën e Golden Eagle Yllit. Ka në gjysmë finale fituesin e këtij dueli i pret skuadra e Trepçës, Mitrovicasit, të cilët edhe këtë edicion kanë dominuar absolutisht, të motivuar e presin cilën do skuadër që do të shkon gjysmë finale. Në anën tjetër, në gjysmë finalen tjetër, Bashkimi që përfundoi në pozitën e dytë pret fituesin e duelit ndërmjet Borës dhe Sigal Prishtinës. E me gjas do t'jetë skuadra e Borës. Tashmë është rregulluar edhe semaforin, ndërsa presim që vetëm të ngritet kushi dhe të startojnë gjithçka. Teksa një frymë sportive në fushë në mes të lojtarëve. I pam lojtarët të dyja skuadrave të përshëndeten dhe paten edhe pak kohë për bisede shako. Po shpresojmë që kjo ndeshje të na sjellë një tjetër spektakël basketbolli, një tjetër duel të bukur. E thash, rivalitet pati në 13 qershorin në Therand, vetëm në çerekun e 4 du vendos gjithçka, ndërsa do shohim si do të shkojnë gjërat sonte në këtë përballje. Tashmë gjithçka gati për startuar edhe ndeshja. U rregulluan edhe probleme teknike, pra problemi me semaforin në
Ndërsa do të shohim sinjalizon edhe gjyqtari Artan Gashi edhe një problem tjetër, fanella e Braceit i pengoj. E tash është koha për startuar ndeshja. Ku topi bashkon në duart e pejanëve. Braceit. E dumin të Arti Hajdari. Pa presionin edhe njerë topi të Braceit. Rhodes, afërti. Një blokada fenomenale, Tyreke Smith nga mrapa. Ishte një mismatch aty mes Rhodes dhe Sabeckis, por e pam Tyreke Smith, i cili bukur lirohet dhe i realizon pikët e para për skuadrën e Golden Eagle Yllit. Mbrojtje e mirë në njërën anë tjetër, i qëllon pikët e para Tyreke Smith ndër forcat kryesore të skuadrës, teksa nuk arrin përgjigjet Davis, është Rauta i cili ka luajtur i fundit. Nuk arrin të shfrytëzojnë as këtë sulm lojtarët e PES për të përgjigjur në këtë start. Severina rikëta ndopi në lojë tek Sabeckis. Orina, edhe njerë Sabeckis. Kohet Scott Bamforti, pranti Arti Hajdari, lirohet Bamfort, nuk arriti të qëllon. Topin e duart e Davis që e një sulmi për para, Braceit. Hajdari. Arti Hajdari shkon deri në fund do të pranohen këto pikë. Pavarësisht blokadës së Tyreke Smith i topit. Ishte me gjaz në rënje sipër. Ku reblokoj Tyreke Smith, barazohet tashmë rezultati në 2-2. Bamfort, Sabeckis, do të ndonë për treshe, Sabeckis nuk qëlloj. Topi në duart e Arti Hajdarit. Berisha. Berisha bukur tek Rauti, i cili ngalet me faul. Arjan Qallaku është ai i cili ka shkaktuar personale. Edhe njerë shohim pasimin e Tardan Berishës për Logan Rhodes. Braceit, Arti Hajdari, Rhodes. Arrin të lirohet, quan dhe realizon. Përgjigjet skuadra e PES duke marrë tashmë avantazhin në 4-2. Bamfort, Sabeckis. Prendumi prova të Arjan Qallaku. Qallaku nuk arriti të realizon. Pavarësisht që u lirua aty Davis në anën tjetër tenton, nuk qëllon asaj. Sabeckis. Mbrojtje e mirë e Rhodes, i cili e vjedh topin. Tek Berisha. Hajdari do tenton për trishe, realizon Arti Hajdari për të vazhduar startin më të mirë të skuadrës PES. 7-0 seri e PES. Tashmë për 7-2. Bamfort, mbrojtje tjetër e mire Hajdarit, super aktiv. Berisha e kthen tek Davis, e gjen të vetmuar. E realizon 9-0 seri, 9-2 rezultati në start. Të motivuar skuadra e PES, normalisht nuk kanë se çka të humbin. Kanë hyrë me të gjitha forcat në këtë përballje. Ka qenë e pritur kjo. Ndërsa tashmë ka kërkuar timeout trajneri Endret Elshani për ta ndalur këtë start të mirë të skuadrës peane. Rikthehemi pas timeoutit.
E lusim regjin që ta kemi treshen e Arti Hajdarit. Ishin gjyqtarët këtu për të verifikuar edhe njerë treshen e Arti Hajdarit nëse e ka shkelur vjen apo jo, megjithatë e pam qartë edhe ne që ishte treshe. Rikthehen tashmë lojtarët në fushë dhe shohim si do të përgjigjet skuadra e Golden Eagle Yllit, që e nisi ndeshjen me atë aksion të bukur dhe pikët e Tyrek Smith, megjithatë Peja më pas e mori kontrollin total. Po shohim që afër Scott Banforti po qëndron në çdo hap Arti Hajdari. Tyrek Smith nga gjysmë distanca nuk qëlloi. Davis me i lartë në kërcim. Bracey. Bracey e gjen Dardan Berishën. Nuk qëlloj. Duhet që të vitë të takojnë skuadrës Golden Eagle Yllit. Marina dhe njeraj që rikthan topin në lojtë të Sabeckis. Marina. Sabeckis edhe njerë, 8 asistimi ka pasur në ndeshjen e fundit. Bukur shkënajto pikë Marinës tek Tyrek Smith, i cili megjithatë nuk realizon. Vetëm një herë ka huqur në duelin e kaluar, 8-7 nga loja për dyshe ka qenë, por jo sonte. Teksa gjërat po vazhdojnë të shkojnë mirë për skuadrën e Pejës. Davis qëlloj 11-2, vazhdon seria e pejanëve. Nuk parin as Banforti të i gjenë hapësira, teksa e shohim Davis si e largon. Qallaku, tek Marina do gjuan për treshe. Shkon as treshja e Marinës, teksa mbylli e mire Dakon Bracey. Niset shpejt si shqit për para realizon. 13-2. Start fenomenal i skuadrës së Pejës. Mbrojtjet fenomenale e pikët në kundër sulme. Gjithçka po funksionon tek Verdhëzinjët, shkon ai top tek Tyrek Smith. Do të pranohen këto pikë. Duke që është prekur koshi. Na shohim edhe njerë. Gray është në lojnë vend të Arjan Qallakut, që ullet për të pushuar. Vetëm pika e 4 e Yllit. Erdhi pas 5 minutave të para. Bracey. Davis e këta tupin të Dardan Berisha. Bracey do të tenton për treshe. Nuk shëlloj tupin në duart e Marinës. Kapiteni luajti me 13 pikë në përballjen e parë. Sa shohim personalen e Dardan Berishës. Sabeckis. Marina do t'jetë dyshe nëse qëllon, realizon nga shkelur vijen. Vim pikët e kapitenit për të ngushtuar sa do pak rezultatin. 13-6. Davis, tentimi i tij për treshe nuk shkon. Rout mori kërcimin në sol, por ka shkaktuar faul në sol. Ishte pranë
kundërshtar Artan Gashi që e vlerësoi këtë. E shohim edhe një herë. Ky ka qenë momenti I faullit në sulm. Kura e vendosur tek koka e Tyrek Smithit. Ishte faulli. Nuk ka pikas në këtë sulm të skuadrës. Golden Eagle Lyllit edhe më të 13-6. Bracy. Dardan Berisha vjen tentimi I tij për trishe dhe në tentimin e parë kapiteni e qëllon trishen, tentimin e tij të parë për trishe. Zemorina tek Tyrek Smith shfan ngulitje e tij. Edhe një herë shohim asistimi I Gzim Morinës dhe ngulitja fenomenale Tyrek Smith fluturoi mbi gigantin Logan Routs dhe realizoi. Berisha. Vendomen tek Davis. Mbeti me top në duar. Përfundojnë sekondat e aksionit të skuadrës së Peos. Teksa do të kemi zëvendësim. Edwards dhe Mala do t'janë në lojë tek skuadra e Peos për t'i dhënë freski verdhezinjeve. Hajdari ulet gjithashtu edhe Logan Routs. Bamford I ndjekur nga Musab Mala. Gray. Sabeckis. Vendomen tek Zemorina. Mismatch, shkon dyfishimi. Lirohet e gjen Green në anën tjetër I cili realizoi pikët e para edhe për Green. Dhe tashmë skuadra e Golden Eagle Lyllit ka filluar të përgjigjet pavarësisht që nuk e nisi mirë e shkërien në 6 e bërsin. Vjen tentimi Musab Malës nga banka direkt për qëlluar për trishe. Musab Mala 19-10. Loj shumë e shpejt Zemorina. Kante Gray atop Sabeckis. Morina lirohet shpejt. Nuk arriti të qëllon. Insistuan për hapa në atë rast Gzim Morinës. Davis do tenton për trishe, nuk shkon quajtja e tij. E merr Gray atop dhe niset për para. Faulli Musab Malës. Do t'ullet edhe Dardan Berisha për të pushuar. Atlin Qoshaj është në lojë tek ekipi Peos. 1 minutë 36 sekunda deri në përfundim të çerekut të parë. E përsi prej 9 pikëve e verdhezinjeve edhe një tjetër personale. E Musab Malës ekspres 2 faulla. E shohim edhe njerë momentin Bamford. Gray nuk arriti të qëllon. Nisë për para beanët Shoshaj. Davis dhe Ante Gracie atop. Mala edhe një shkëputet për trishe. Sa e radhe nuk shkon. Tyrek Smith ishte më I larti në vërcim. Bamford. Zemorina. Shkon dyfishimi. Smith. Sabeckis. Gjuan për 3 realizon. Sabeckis. Për 19-13. Çfarë çereku I parë. Me ritëm të shpejt tashmë sekundat e fundit. Seria e furishme skuadrës së Peos që u shkëput në plus 11. Dërsa tashmë Golden Eagle Lylli është në ndjekje të rezultatit. Kemi faul ndaj Braceit. Pikërisht Bracey është ai I cili do ta rikthen dukun në lojë, ndërsa përgatiten të futen Kastrati dhe Thomas, gjithsesi
nuk u sinjalizua në kohë zëvendësimi i tyre. Sa mala blokohet nga Tyreek Smith. Nuk shkon ndërtimi i tij asaj radhe. Ndërsa kemi timeout kërkuar nga trajneri Mihailis Kakiusis. 18.6 deri në përfundim të çerekut të parë, ndërsa topi do të takon skuadrës Pejës. Do shohim a do të arrijnë të shfrytëzojnë këtë sulm pas skemës që do ta përgatit tashmë trajneri Mihailis Kakiusis. Rikthehemi për pak çaste. Një pikë dhe në përfundim të aksionit të skuadrës së Pejës. Do të shohim a do të arrijnë të shfrytëzojnë këtë sekond të mbetur ekipi pejan. Nuk shkon edhe pse e pranoi atë Caesar Edwards. Përfundoi koha. Mbrojtje e mirë e skuadrës së Golden Eagle Yllit që nuk i lejoi të lirohen kohë lojtarët e Pejës. Ne shohim 16.1 deri në fund. A do të arrijnë skuadra e Golden Eagle Yllit të shkrihen edhe më tepër rezultatin. Shohim presionin e pejanëve. Shohim Erion Kastratin dhe Dustin Thomasin tashmë në lojë. Gray e ka topin dhe pranë tij është Shoshaj. Gray gjen ndërtimin, arrin të realizon Josh Gray edhe njëri sakt. Sa vjen gjuajtja e Fatlin Shoshajt, përfundon çereku i parë. Super i zjarrt me Pejën që nisi me atërin prej 13 me 2 krijoi e përsin 2 shifrore. Gjithsesi, Verandasit nuk qëndruan duar kryq. Tashmë e kanë shkrirë në 19 me 15 pas 10 minutave të para. Rikthehemi pas pak me çerekun e dytë. Hej! Bre, ullë t'i kësha pas pare. Po, mëre, me për kredit më nësh mi pas për 3 minuta. Ama telefonin? Qeku i ki 10.000 euro. Kredi jo e shpejt, po te për e shpejt. Bashku hiq në bank, komplet online. Kredi deri në 10.000 euro. Pare dalin sekund. Banka Pro Credit, sa ma shpejt për ty. Siguroje jetën në Illyria Life.
Jemi tashmë me qerekun e dytë, ndeshjes së dytë pra e qerekënare të play-offit ndërmjet PS Golden Eagle Yllit 19-15 në të mirë të pejanëve pas 10 minutave të para e kontrolluan shumë më mirë startin, sidomos 5 minutat e para që si më pas erdhi përgjigja e Golden Eagle Yllit që e kanë shkrier tashmë Eversin në vetëm 4 pas 10 minutave të para. E gjithë 5 që startuese të këpeja ka kontribuar me pikë më i mirë, Arti Hajdari me 5 në anën tjetër, 6 pikë të Tyrek Smithit që është më i miri tek Ylli. Topi tek Smith pikërisht, pra anti është Caesar Edwards, e fiton duelin Tyrek Smith për të shkrir edhe më tepër rezultatin në 19-17. Malja Williams Williams, vendojnë tek Davis, Williams 4 sekunda deri në përfundim të sulmit të skuadrës së PS Gjuajti. Pati zgjidhje tjetër Cecil Williams, gjithsesi nuk qëlloj. Gray gjen depërtimin, bllokohet ajo Gjuajtje. Musab Malja në anën tjetër, shkan deri në fund, i ndihmoi Caesar Edwards duke e larguar Tyrek Smithin i cili është duke shkepur blokada gëgja shumë teksa vjen tentimi për trishe i Scott Bamforthit. Nuk qëlloj, vetëm tentimi i tij parë për 3, nuk po ja lejojnë hapësirën skuadra e PS definitivisht. Bukur right-up, shkan tek Davis nga Shushaj, 23-17. Me njerë përgjigjen për janët. Gray, bukur e gjen të vërtimin, realizon. Bie kësaj radhe mbrojtja e verdhëzinjeve. Shumë të fokusuar të ndalet Scott Bamforthi. Dhe deri më tash e kanë arritur këtë në këto 12 minutat e para të kësaj përballje. Cecil Williams pranë tij e ka Arion Kastratin. Vazhdon Williams. Arrin të lirohet Gjuan dhe qëllon 25-19 në anën tjetër. Gray ndalet, e kthen topin tek Dustin Thomas. Gray Dustin Thomas, lëvizje e bukur realizon dhe ndalet me faul. Tjetë edhe në vjen e Gjuajtjes së lirë Dustin Thomas, edhe njerë shohim lëvizja mashtruese shkaktoi faul. Fatlin Shushaj është ai i cili ka shkaktuar personale. Lapi dhe Bracey në lojë tek sa e shohim diskutimin e Musab Maljës me Scott Bamforthin. Ishte një moment tensioni në mes tyre. Nuk e qëllon Gjuajtjen e lirë Dustin Thomas, ndërsa po i shohim më të dalluarit Davis me 6 pike. Smith në anën tjetër me 8 vjen. Depërtimi i Dequan Braceyt. Edhe njerë shohim nuk po i lë as të vendosën në mbrojtje. Qëlloj. Dërsa unë dalë edhe me faul, do të ketë edhe një Gjuajtje të lirë. Dequan Bracey e qëllon edhe Gjuajtjen e lirë, po e vazhdon aty ku e lanë duelin e parë. Me gjitha të sonte, peja për mpan avantajin 28-21. Gray Thomas Arion Kastrati do të gjuan për trishe, nuk shkojnë Gjuajtja. Musab Malja nisë shpejt për para, faul i Kastratit. Njerë shohim personalin e Arion Kastrati që nuk ja lejon kundër sulmin e shpejt skuadrës PS kësaj radhe, teksa Josh Gray ullet, Brian Pass është në lojë në vend të tij.
Paraqitje mjaft e mirë edhe e Josh Great në këto minuta, 6 pikë të tij. Se Williams edhe një dueli i tij me Rion Kastratin, mjaft fizike kjo ndeshje. Mala i kthen dubin tek Caesar Edwards, i cili ka gabuar në hapa. Më katë që i shkoj huq kjo ngulitje Caesar Edwardsit, nuk u tregua i vëmendshëm në nisje të aksionit. Edhe njerë shohim dalë normalisht edhe mbrojtja e Golden Eagle Yllit. Scott Bamford do të tenton për trishe, nuk qëlloj, por ndalet me faul nga Shëndrit Llapi. 3 lira do t'jem për të. Edhe njerë shohim quajtjen e Scott Bamfordit, ndërsa ishte personalja e Llapit pasi hyri në perimetër. Edhe më t'i pa pikë sonte, qëllon pikën e parë Scott Bamford. Vetëm 3 tentime ka pasur sonte nga loja. E përmenda që janë shumë të fokusuar skuadra e PSG që të ndalin Bamfordin. Mbrojtje mjaft e fort ndaj tij. Në fillim e vendosi Ardi Ajdarin pranë Scott Bamfordit trajneri Kakjusis, ndërsa tashmë është Musab Mala. Qëllon edhe njerë Scott Bamford për 28 me 24. Sa do t'ullet Musab Mala. E në loj do t'jetë kapitenit Ardan Berisha. Ne shohim presionin ndaj Taquan Braceit. Arrin të mban ato brenda vijave. Braceit edhe njerë e gjenë depërtimin e kthen top tek Edwards, por mbrojtja fenomenale e skuadrës së Golden Eagle Yllit. E sjell kundër sulmin që nuk e çan huq Tyrek Smith. Edhe njerë shkrihet në vetëm 2 përsia e PS 28-26. Williams. Faul i Rion Kastratit. Braceit tek Williams. Llapi, dupin të Ardan Berisha. Braceit do të tenton për trishe, nuk qëlloj, e vazhdon aksionin Caesar Edwards. Braceit. Williams tenton për 3 pikë, realizon 31-26. Super intensitet. Bamford tek Tyrek Smith. Dalet me faul. Ardan Berisha ka shkaktuar personale. Edhe njerë shohim personalja e Berishës ndaj Smithit. Kadide të kthejnë në lojë tek skuadra e Yllit kapiteni Zemorina, teksa vazhdojnë ankesat e pejanëve, nuk e pranojnë asesi. Këtë faul, gjithsesi Smith qëllon në tentimin e parë. 11 pikë të ti, edhe në të dytën është i saktë. 12 pikë edhe sonte më i miri tek Ylli. 31 me 28 ullet për pushuar Tyrek Smith. Braceit. Williams. Edwards.
Faul i Dustin Thomas. Tjetë anash. Bracey. Blokohet gjuajtja e Braceyt nga 5. Por është faul, do tjetë në vjen e gjuajtjes së lirë. Teksa shojmë një moment që sharak lojtarët e yllit që po flasin mes vete dhe Cecil Williamsi duke i dëgjuar. Nuk pasi ka pasur asgjë speciale, pasi vetëm u largua. Dy lira për Daquan Bracey, 5 pikë të tij sonte. Qëllon në tentimin e parë. Të shpërndara pikët e skuadrës së Pejës deri në këtë qaste. 7 lojtarë kanë realizuar. Nuk qëllon as në të dytën. Bracey mbete 31-28. Dustin Thomas. Faul në sol. Ka lëvizur në blok. Scott Bamforthi. Personalja e pare ti. Tashmë kemi hyrë në 5 minutat e fundit të pjesës së parë. Edhe më tepër si janë anën e skuadrës së Pejës. Dueli Dardan Berishës me Scott Bamforthin. Berisha nuk arriti të mpa brenda vijave topin Cesar Edwards. E humbin topin pejanët. Pes. Shetë nga truhet ma top. Shkëndisi topi deri të Dustin Thomas. E dueli me Daquan Bracey. Tensione paksa, pasi e mori vrejtjen me njëherë Daquan Bracey, ndërsa i pa me njëherë Edwardsen dhe Lapin që e larguan nga gjyqtari. E dim largimi i Braceyt sa ndikoj në lojën e Pejës në ndeshjen e fundit. Tjetër faul. Lapi ka qenë ai që ka shkaktuar personalin ndaj Dustin Thomasit, i cili është në vjen e gjuajtjes së lirë, që të dyja skuadrat janë në bonus. E qëllon tentimin e parë Dustin Thomas. Pika e tretë e tij. Dyta nuk është i sakt, teksa e merr topin Bracey. Berisha. Ka faul në sol. Ka dhe teknike për bankën e skuadrës së Pejës. Edhe njerë shojmë depërtimin e Dardan Berishës, teksa fauli ishte në sulm i Cesar Edwardsit. Scott Bamforthi do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Të gjitha
dha pikët deri më tash Scott Bamford, i ka qëlluar nga vija e gjuajtjes së lirë, 3-3. Qëllon edhe kësaj radhe, pika e 4 të tij shkrihet në vetëm një ebërsia e Peës, vetëm në fillim ylli e pati ebërsin, me ato 2 pikët e para, më pas erdhi ajo seria prej 13-0 e Peës, ndërsa tashmë e kanë mundësinë që ta marrin avantazhin, por nuk qëlloi në tentimin e parë kapiteni Gzim Morina. Shohim më të mirët, vazhdon të jetë Davis më i miri tek Peja me 6 pikë, e 12 pikë ka Tyrek Smith, as të dytën nuk e qëllon Gzim Morina. Mbetet ebërsia në anën e skuadrës së Peës. Bracey, Lapi, Berisha, faul ndaj tij. Scott Bamford, kërshta i cili ka shkaktuar personale. Sa e pam që i kërkoj qetësohet situata, mos të reagon askush. Scott Bamfordi, një lider i vërtet në fushë për skuadrën e Golden Eagle yllit. Sa Dardan Berisha nuk e qëllon gjuajtjen e lirë në anën tjetër. Vetëm një treshe ka qëlluar sonte, një asistim ka bërë Dardan Berisha, i cili e qëllon tentimin e dytë, 32-30 rikthehet ebërsia prej 2 pikëve teksa Bracey shkakton faul. Personalja e dytë është e Taquan Braceyt. Edhe njerë në vijen e gjuajtjes së lirë, Scott Bamford. Edhe njerë është i sakt, nuk ka bëna asaj radhe. I pagabueshëm vazhdon të jetë Scott Bamford, 6 pikë të tij, ndërsa kemi barazim të rezultatit 32-32. Pikërisht Bamford ullet për të pushuar Arjan Qallaku në lojë. 3 minuta e 40 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. Bracey, pa presionin, venduvin tek Shëndrit Lapi që gjuan për 3 pikë, nuk shëlloj. Tashmë e ka mundësin skuadra e yllit të merë avantazhin. Gzim Morina. Qallaku tenton për treshe, mbetet e shkurtër gjuajtja, nisët për para Dardan Berisha. Ndaljet e kthen tek Edwards, Tobin. Faul. Sa pretendon trajneri Endrit Elshani që gaboj në hapa edhe kësaj radhe Cesar Edwards. Me zda të ishte personalja e ti e Dustin Thomasit ndaj ti që ndoj lojën. Personalja e dytë, Thomas i jep 2 lira Cesar Edwardsit, i cili edhe më tej është pa pikë, por ka kontribuar me 5 kërcime deri më tash. Nuk e qëllon as Edwards gjuajtjen e lirë. Në të dytën është i sakt. Edhe Bracey paraprakisht nuk i qëlloi 2 lira, ndërsa kemi 50% saktësi nga Cesar Edwards që rikthen vetëm me bërsim prej 1 pikë tek peanët. Ndërsa tashmë me këtë gjuajtje nga 5, ebërsia ndronon. Kur po ja afrohemi fundit të pjesës së parë, Golden Eagle ylli e merr avantazhin. Bracey tek Berisha. Edwards, edhe njerë e ko afer Dustin Thomasin, edhe njerë faulli Thomas. Time out ka kërkuar trajneri Mihailis Kakuzis. Dërsa ne po i shojmë edhe njerë dueli ndërmjet Edwards dhe Thomas. Ky i fundit tashmë është ngarkuar me personalin e tretë, duhet këtë kujdes
Pasi I mungon edhe Lidh Shoshi skuadrës së Yllit dhe do të ishte një problem I madh për trajnerin Endret Elshani nëse ngarkohet me 5 personale edhe Dustin Tomasi. Gjithsesi, rikthehemi pas pak pas këtij timeouti. Rikthehen tashmë lojtarët në fushë, janë 2 minuta e 37 sekonda deri në përfundim të pjesës së parë. Ju kërkojmë ndjesë për shkak të problemeve në ndërkohë me grafika. Tashmë gjithçka është rregulluar. Ebërsia minimale në anën e skuadrës Golden Eagle Yllit, ndërsa Qëllon Edwards kësaj radhe në tentimin e tij të parë. Barazon edhe një rezultatin 34-34, përgatitet Road të kthehet në lojë. Pasi që Lloyd Edwards edhe të dytën do të ulet për të pushuar Logan Road në vend të tij në lojë. Edhe një ebërsi minimale tashmë në anën e skuadrës së Pejës. Nivelohet plotësisht në çerekun e dytë kjo ndeshje. Brown pass lirohet gjuan për treshe dhe realizon. Edhe 5 tashmë vjen me 5 pikë nga banka e skuadrës së Yllit. 35-37. Williams faul ndaj tij. Edhe Cecil Williams do t'jetë në vjen e gjuajtjes së lirë. Isak në tentimin e parë, piga e 6 barazohet me Dejon Davis, që këtë më të mirë tek skuadra e Pejës me nga 6 pikë, por e përmenda më parë. Shpërndarje e pikëve tek pejanët, teksa tashmë. Kjo është piga e 7. Cecil Williams që e barazon edhe një rezultatin në 37-37. Brown pass të Sabetskis. Edhe njerë pas. Kemi mismatch. Shfrytëzon shpejtësim. Brown pass. Deberton realizon. 7 pikë të Brown pass. Po e mban avantazhin e skuadrës së Golden Eagle Yllit. Lëvizje e bukur e Dardan Berishës, por pasimi I gabuar e kupton. Brown pass kthehet ai top tek Tyrek Smith. Tentoi Arjan Çallaku me alley-oop ta kthen tek Smith. Edhe njerë nuk arriti ta pranon topin në ajër, teksa faul I Brown pass ndaj Dardan Berishës. Do tjetë në vjen e quajtjes së lirë tashmë edhe kapiteni pejanëve. 2-1 paraprakisht nga kjo pozitë, kësaj radhe qëllon tentimin e parë, piga e 5 edhe Berishës. Hajdari, Bracey, Malja dhe Berisha tashmë me nga 5 pikë. E qëllon edhe të dytën. 1 minutë e gjysmë deri në përfundim të pjesës së parë. Vazhdon loja e barabartë kësaj radhe në hapa ka bën Tyrek Smith I Yllit. Topi 4 I humbur I skuadrës së Yllit, teksa Peja I ka 6 topa të humbur deri më tash.
Bracey. Ishte një faul nga Sabeckis. Ndaj Cecil Williams, i cili edhe njerë do tjetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Ma i daluari të ekpeja deri më tash me 7 pikë. 71 sekunda deri në përfundim të pjesës së parë. 39-39. Personalja e tretë është edhe e Sabeckis, përgatitet të kthehet në lojë Gray. Teksa Cecil Williams e qëlloi tentimin e parë për të rikthyer edhe një avantazh në anën e skuadrës. Pejës në të dytën nuk është i saktë dhe shkakton faul ndaj Sabeckis. Përsa tash Sabeckis do t'jetë në vijën e gjuajtjes së lirë. Këtë e bëjmë bonusët që të dyja skuadrat kanë hyrë në bonus diku në minutën e 5 të qereku të dytë. Nuk qëllon në tentimin e parë Donatas Sabeckis. Në të dytën është i sakt për të barazuar gjithçka. Në 40-40 ullet Sabeckis. Gray do t'jetë në vend të tij në lojë. 1 minutë deri në përfundim të pjesës së parë. Bracey. Loja ti 1-1 gjen të vërtimin dhe realizon. Pika 7 edhe për Bracey, kthehet e përsia prej 2 pikëve në anën e Pejës. Timeout ka kërkuar trajneri Endrit Elshani, kur tashmë janë 53 sekunda deri në përfundim të 20 minutave të para. Rikthehemi pas timeoutit. Pra 53.4 deri në përfundim të pjesës së parë. Kthehen tashmë lojtarët në fushë, shohin presionin në mbrojtje nga skuadra e Pejës, e vjedhin topin Arti Hajdari. Rout arrin të realizon. Mbrojtja e mirë dhe vjen edhe pikët e pejanëve. 44-40. Gray. Bamford. Pavel Williamsin afër. Scott Bamford. Kanë hapësirën. Bamford. Pa presionin, duke shkën të Erjan Kastrati, i cili realizon. Erjan Kastrati në sekundat e fundit të aksionit. 44-43. Berisha e gjen mirë Cecil Williamsin, i cili realizon për të mbyllur pjesën e parë 46 me 43 përsi prej 3 pikëve e Pejës, që nisi më mirë ndeshjen me atë serim prej 13-2. Erdhë përgjigja e skuadrës Golden Eagle Yllit, e mori avantazhin ekipi Therandas, por jo më tepër se +2 gjithsesi. Ishte një super ndeshje e niveluar që
Presim të shohim në intensitet të njëjtë edhe në pjesën e dytë. Shkojmë me pak marketing, po të u rikthyer me pjesën e dytë.